Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s. Në emisionin e sotëm të shtatin me radhë Dialog të Lajmi kemi ftuar zëvendës kryeministrin e parë zotin Izet Megjiti. Zoti Megjiti, mirë se erdhët. Me sugje, faleminderit për ftesë. Kënaqësia jonë. Me mua në studio do të jetë edhe politologu i mirënjohur shqiptar, profesori i shkencave politike zoti Qani Aliu. Mirë se erdhët. Kënaqësi të faleminderit. Kishte takim mes Mickovskit, kryeministrit Mickovskit dhe kreut të Socialdemokratëve Maqedonase Venko Filipçi. Pse nuk ju kanë ftuar në takim? Para ne sot patëm takim bashkë, domethënë me kryetarin e parlamentit edhe me zëvendës kryeministrin Arben Fetau, me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Domethënë në këtë periudhë kemi bashkë bisedu, ndërsa kjo tjetra tregon domethënë për histerinë, për gjendjen e keqe, domethënë se u bën nomi pse janë në opozitë dhe mundohen në gjithçka të krijojnë tema. Pra thjesht takimi i sotshëm është ndërmjet kryetarit të VMRO dhe VMNE-s dhe LSDM-s. Takime të këtilla ka me dhjetra, domethënë edhe në kohën e Kovacevskit me Mickovskin, Zaevit me Mickovskin. Do të thonë se nuk s'ka të bëjë me anashkalimin e faktor politik shqiptar? Tash ne nuk e kemi ndërmend të imponomi, domethënë kur duan të takohen dy kryetarë të partive politike maqedone. Po nuk është hera e parë. Spoku këto që reagojnë nuk kanë drejt në këtë drejtim, drejt morale, sepse e përmenda domethënë ka fotografi, ka takime, data ku janë takuar edhe Kovacevskin me Mickovskin, edhe Zaevi si kryeministër si LSDM-s me VMRO-s me Mickovskin, duke shku deri vite domethënë më hershme. A ju ka njoftuar Mickovski se do të ketë takim dhe për çfarë do të flitet? Këtë po e them nga shkaku se sot ka reaguar edhe BDI-ja ka reaguar dhe ka shkruar 1 2 3 tani për hir të kohës ka shkruar. Domethënë përgjigjja është për BDI-n, domethënë mund ato në mënyrë indirekte mund të reagon dikush prej anësh, mund të reagon një analist politik, po nuk mund të reagon BDI-ja, se 10 takime të këtilla ka pas derisa BDI-ja ka qeverisë të 20 vite. Në mbrom, domethënë e kam taku kryeministrin, e kemi ndaket, pat një iniciativë për takim liderësh, që mos vjen të takimi liderësh, se nuk është situata, domethënë ku kërkohet fokusimi dhe përqendrimi me atë që ndodhi në Koçani dhe mos keq përdorës se situatë, pra thjesht në fund të shndruar një takim pra ndërmjet dy kryetarëve të partive maqedone. Profesor, që kiqim edhe ju në debat. Mendoj se takimet të tilla janë normale. Mos bëhet të krijohet një famë se diçka më shefëm, që se do të ketë qëndrime të tilla ose plane të tilla, ato mund të takohen ku të dojnë diku në shef dhe pa lajmëruar opinionin. Po kjo është një alarmar edhe për liderët shqiptarë se edhe këto duhet të takohen ndonjëherë. Jo t'i organizojë Tirana apo t'i organizojë Prishtina, po këto vetë duhet të takohen edhe të mirën me çështje të cilat janë bipartijake, jo partijake, po bipartijake dhe në atë mënyrë të tehi i aksionit politik të jetë në atë drejtim. Do ku janë ata interesat bipartijake ose interesat kombëtare. Kështu që s'ma merr mendje se këtu do të për shkak situatës e cila është krijuar pas Koçanës, me siguri kanë probleme të vetë ato, të cilët duhet t'i zgjidhin. Kështu që në këtë edhe përfiton pak afirmohet kjo lidhje socialdemokrate se ekziston si parti, por në anën tjetër edhe amortizohet presioni mbi Mickovskin për shkak kështu situatës që u kriju pas ngjarjeve të Koçanit. A jeni të gatshëm të iniconi ose takojeni me një takim siç konkludoi edhe nevojën, siç e shpreh një nevojë të tillë për të takuar gjithë liderët shqiptar, pak a shumë siç. Unë mora si sugjerim qëllim mirë, dhe takimet të tilla nuk duhet janë të jashtëzakonshme, duhet janë të rregullta, takime për bashkëbisedim, se ka edhe jashtë politikës ditore, ka tema domethënë që i tangojnë shqiptarët, ato që i përfaqësojmë ne, ato të cilët na kanë votuar ne, qoftë jemi pozitë ose opozitë. Pra unë jam pro takimeve, fundit nëse takohemi me
me palën Macedone, nuk ka asnjë logjik ose arsye mos takohemi, mos bashkëbisedojmë me partitë shqiptare. Si po shkon komunikimi muhabeti me Ali Ahmetin, këtë dozën e ironisë po e bazoj të ajo deklarate e Taravarit se keni kanale komunikimit përhershme edhe me Ali Ahmetin? Cila është e vërteta këto? Shef, domethënë, mendoj që pat edhe kumtesa nga subjektet për ta bërë qartë, domethënë që nuk ka spaku secili për vetë deklarohet që nuk ka asnjë komunikim domethënë me zotin Ahmeti apo me BDI-n, spaku ka pas një dozë dyshimi apo fillim njerëz ka menduar që kjo është një lojë dhe është përfol në metaliu të Izetit, kështu me radhë. Mirë, që këto çështje sqarohen. Kjo nuk do të thotë që nuk kemi komunikim kur shihemi, domethënë jo me gjithë, po me një pjesë tyre, domethënë kemi pas edhe shoqëri, edhe kemi ndalë vlera njerëzore, vlera familjare, domethënë takohemi, mirë po është çështje tjetër, domethënë a flasim, a kontaktojmë, edhe çështje tjetër është a bashkëbisedojmë, domethënë për çështje politike, për bashkëpunime politike. Sa i përket kësaj, mendoj duhet jem i qartë dhe transparent. Ne brenda Vlenit kemi kapacitete demokratike, i bisedojmë këto tema, domethënë ku jo çdo herë kemi mendime të njëjta, kemi edhe mendime ndryshe, i ballafaqojmë argumentet për dhe kontra. Është legjitime të bëjmë betejë edhe brenda Vlenit për pozicionime, sepse jemi 5 subjekte politike. Është legjitime edhe të bëjmë betejë edhe për t'i kaluar idetë secilit vetat. Mirë po, kufit janë, nuk është tragjike edhe kur dalin ato jashtë në opinion, edhe në këtë drejtim pra do flas për listat e hapura, listat e përbashkëta dhe të veçanta, po këto janë legjitime, mirë po nuk është legjitime, domethënë opsioni i Bashkimit Demokratik për integrim, opsioni koketimit me BDI-n, sepse më atëherë hub kuptimin tranzicioni, domethënë e hub kuptimin ndryshim. Ka një qeverisje e re, domethënë që ka marrë mandatin e qytetarit, që ka kalu vetëm 8-9 muaj, domethënë për ta sjellë ndryshimin. Dhe mendoj se Vleni është një antipod i BDI-s. Dhe kjo duhet ruhet, edhe për hir të asaj se mirë është pas skenën politike shqiptare të ketë 2 tabore politike. Siç tash po u profilun, nuk ishte e mirë kur ka një parti monopolin politik me vitet tëra, nuk o e mirë edhe kur partitë politike shpërndahen në 3 bloqe, po mos them edhe në 10 parti politike, sepse atëherë defaktorizohen shqiptarët. Mendoj që duhet të arrujmë këtë punën e bloqeve, 2 taboreve shqiptare, njëra pozitë, njëra opozitë, dhe secila ta luajë rolin e vet që i takon. Prandaj, duhet ta rezumoj, uroj që ashtu siç e tha, nëse ndëgjova kryetarin e Vrapçishtës, pra të Vleni duket me turbulencë, por ka debat, edhe kur ka debat, ka argumentim, në fund dalin ato zgjedhjet më të mira. Është situatë shumë më e mirë se sa në taborin ku ai, domethënë ka marrë pjesë në frontin evropian, ku çështjet janë ndër tavolinë dhe mundohen të krijojnë tema artificiale se kjo punë e takimeve të 2 liderëve Macedon. Pra atje është më keq. Tash nëse hym më thellë, pra duhet ta përfundoj këtë. Unë dhe Lëvizja Demokratike nuk kemi asnjë lloj komunikimi politik apo për koketim me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe nuk e shohim këtë opsion, sepse fundit unë kum qenë një kohë gjatë brenda BDI-s, kum bajtë pozita brenda BDI-s, kum paraqit mendimin ndryshe brenda BDI-s dhe i kum shterë të gjitha mundësitë për ta bërë ndryshimin. Dhe në momentin kur prej atje jemi largu, ne kemi mbyllur atë kapitull, domethënë të Bashkimit Demokratik për Integrim, jemi pjesë e Vlenit dhe kontribuojmë domethënë që Vleni të jetë një forcë politike e cila solli ndryshimin dhe do sjell këtë ndryshim ta ndjejnë qytetarët në gjitha sferat. Zoti Megjiti, ju përmendët se tani më sa u bën 8-9 muaj jeni në qeveri. Cili është pozicioni i Vlenit në qeveri, me që Taravari manifestoi nëpërmjet disa deklaratave manifestoi pakënaqësi? Unë jam këtu për të paraqit mendimet e mia, domethënë për Taravarin mendoj keni pas, do e keni, sepse kum pa edhe qëndrimet që dallojnë, domethënë
për një emisioni në tjetrën, jo është çështje vlerësimi, çështje percepcioni. Ajo që mund ta them domethënë në këtë periudhë 9 mujore nuk ka asnjë aferë korruptive. Kjo është ndryshimi. Është një gjenerat e re e politikanëve domethënë që në për pozita të ndryshme. E flas me shumë përgjegjësi, pra sidomos te Lëvizja Demokratike që është pjesë e Vlenit, 95% të funksionarëve janë për herë parë në pozita, për herë parë është dhënë shansa për ta dëshmuar vetën. Jo të gjithë ata pra do të dëshmohen, dikush do deli suksesshëm, dikush do lëshon radhën dikujt tjetër, mirëpo është një mundësi për gjenerata të reja, për figura të reja, domethënë jo reciklim i të njëjtave. Dhe nëse duam pra të hym edhe te çështje të tjera, edhe pse është një periudhë e shkurtë, është një luftë pa kompromis ndaj korrupsionit, edhe pse dikush do të mundohet tash paraqesë jo ngjyrim etnik apo kështu, edhe aty mund të hym deri në fund të elaborojmë. Shohim te rasti i Rek Manastirit janë 20 të burgosur, domethënë për atyre 2 shqiptarë 18 të Maqedonës. Te rasti i Koçanit janë vit 20 sa deri në 30 të burgosur, domethënë 3 shqiptarë, domethënë 27 të Maqedonës. Domethënë nëse hym, domethënë duhet të hym të shohim, domethënë në këtë drejtim. Pra, ka një luftë. Mendoj është një qeveri që e lufton korrupsionin, është një qeveri domethënë që po ashtu brenda këtyre 8-9 muajve ka një kontribut për arritje të rrogave, domethënë të administratës, të policisë, të pensionistave brenda 8 muaj për 6.000 denar, domethënë sa i përket investimeve. Pra nëse e marrim mund ta hetojmë ndryshimin. Për shkak se 20 vite, domethënë decentralizimi ka qenë dhe është pra një prej shtyllave të marrëveshjes së Ohrit. Dhe duke e pas këtë si shtyllë të marrëveshjes së Ohrit, ne Maqedoninë e kemi gjetë si vendi më i centralizuar në region pas Çipros. Dhe është vullnet i kësaj qeverie që dikon 1 miliard euro investon pra në pushtetin lokal, në fuqizimin e decentralizimit. Dhe në këtë drejtim pra Vleni ka bërë që dikun 30% të këtyre mjeteve të shkojnë për, nëse 70% shkojnë për 60 komuna maqedonase, 65, domethënë për 15 komuna shqiptare, 16 komuna ku gravitojnë shqiptarët, duhet të shkojnë 30% të këtyre investimeve, dhe veç më kanë filluar domethënë për të jetësuar këto projekte me fazën e parë 100 milion euro që ishin në gjysmë vitin e parë. Këtë ditë pra këtë muaj është procedura edhe për 250 milion tjera për projekte konkrete dhe kemi situatë ku edhe një kryetar i komunës që vjen nga BDI-ja, domethënë e thot, kështu në takime thotë që nuk kum pas si mbështetje as kur ka qenë subjekti jam në qeveri. Ose konstatimi tjetër është që nuk kanë aq ide, nuk kanë aq projekte sa janë domethënë sa mundson qeveria domethënë mjete për zhvillim të decentralizimit, që është një prej shtyllave të marrëveshjes së Ohrit. Sa i përket çështjes së punësimit, u hoq balancuesi jo me fajin tonë, pra ka qenë iniciativë në gjykatën kushtetuese e zgjedhur nga nomenklatura e kaluar, edhe përkundër kësaj ne si qeveri arritëm që ta menaxhojmë këtë situatë, që dalim edhe unë, edhe kryeministri, edhe figura tjera të shtetit, një zëri të thënë që përfaqësimi adekuat është kategori kushtetuese dhe nuk guxon askush ta cënon këtë. Dhe mendoj se në këtë periudhë po bëhen, domethënë, më shumë punësime të shqiptarëve se janë bërë në 8 vitet e kaluara pse kanë pas pozicion më të mirë në qeveri. Këtë mund ta konstatoj me rastin ku diku 1500 punësime pra në shëndetësi që fatkeqësisht gjysma e tyre janë shqiptar. Domethënë që kanë mbetë me kontrata me vite, 10 vite, 7 vite, 8 vite, ne nuk i larguam ato për të vendosur aty të Vlenit, po ato që ju ka bërë dëm BDI-ja, domethënë i kalon me kontrata 10 vite të tëra, ne me sollëm vendim që të transformohen prej kontratave, domethënë në vepër të marrin vendime të përhershme, ku gjysma e këtyre 1500-ve janë shqiptar. Edhe me të njëjtën dinamikë do vazhdojnë edhe në institucione tjera. Edhe po ashtu, domethënë jemi më në fazën përfundimtare, edhe pse kemi thënë disa herë, është prolonguar pak edhe me fajin ton, pak për shkak situatave, për ta sjellë ligjin për përfaqësim adekuat, domethënë që është një avancim i çështjes, ka pas një balancues që ka qenë një mekanizëm, edhe tash domethënë vjen një avancim pra në formë të ligjit për përfaqësim adekuat që do të jetë hera e parë pas 2002 që të ketë në Maqedoni, domethënë një ligj të posaçëm për përfaqësimin adekuat të shqiptarëve dhe të tjerëve që nuk janë shumicë.
e cila do vlen normal edhe në nivel lokal edhe për Maqedonisit ku janë ato pakic. Pra, kur jemi të investimet, pra jemi para fillimit të fazës të ndërtimit të kampusit të Universitatit Nën Terezës 35 milion euro në mes të Shkupit, që do jep një dimension 3, një kualitet 3, kushtet e reja për ato student. Jemi para hapjes së tenderimit, domethënë për përfundimin e sheshit Skënderbej, projekt 25 milion euro, që do siguron edhe dhe zgjedhë problemin kryesor pra të sheshit dhe qashisë së vjetër për 400 vetura në parking nën toksor, dhe me këtë domethënë rrumbullaksohet dhe merr formën si duhet sheshi Skënderbej. Pra vendimet të këtilla ka çdo mbledhje të qeverisë, mbledhjen e kaluarën, pra këtë mbledhje të martën sollën vendim për blerjen e 120 autobuseve elektrik që kontribuon për mjedisin, për ambientin e kështu me radhë, që numri konsiderueshëm aty do shkon për komunat shqiptare, më thonë minimumi 30%, para kësaj mbledhje domethënë kaloi pika për qarkorën e Tetovës, domethënë në Tetov, kaloi pika domethënë e rrugës Sillare Radush, domethënë që është rrugë e rëndësishme për komunën e Sarajit. Pra, në çdo mbledhje të qeverisë ne bëjmë betejën politike për përfaqësim të shqiptarëve aty ka. Është çështje tjetër se jemi 4-5 subjekte brenda, kemi kohë e shkurt, ballafaqohemi, pra nuk e kemi një LSDM me 42 deputet, kemi një VMRO, domethënë me Reznamin që kanë 65 deputet, por ne nuk kemi për aty që vajtojmë, ne kemi kërkuar votën e shqiptarëve, e kemi marrë përgjegjësinë dhe për këtë edhe do japim llogari, sepse kjo është edhe ndryshimi. Ne nuk kemi për aty liderëve, kryetar partive që arrijmë anash, i lëm, domethënë delegojmë fuqinë tonë të tjerët, të tri, domethënë, edhe mandej kur del mirë thotë që lideri i merr merita, dhe kur del keq e shkarkon ministrin. Me këtë domethënë del prej situatës, po fakturën e paguën shqiptari, paguën votuesi, se nuk është mjaftueshëm ai dikush të jep llogari vetëm pse e shkarkon edhe ndron me një tjetër. Për herë të parë, pra në skenën politike shqiptare në Maqedoni, përveç asaj që është sjell konkurrenca, ka dy tabore të fuqishme, për herë të parë, pra liderët politikë kanë marrë përgjegjësinë mbi supët e tyre, del mirë, domethënë apo del keq, të japin llogari vetë drejt për drejt. Pas iftarit që e kishit te kryeministri i Kosovës Albin Kurti, jeni takuar me zotin Taravari? Mbroma se parlat, domethënë takohemi, sot isha me Arben. Apo del Taravari prej Vlenit apo ja? Mirë, tash pyetjet për Taravarin duhet t'ia bëni Taravarit. Aty gjithsesi do ta pyesin, do ta kemi. Para ne kemi marrë përgjegjësi si vlen. Domethënë votat 107.000 vota kemi marrë si vlen, dhe jo as si LD, as si Aleancë. Ne kemi kontribuar, dhe secili prej neve subjekteve, aty 4 subjekte, 5 subjekte, ka një kvantum votave. Po duhet të jemi të sinqertë që një numër i konsiderueshëm të votave ka ardhur kur e kanë pa fuqinë e bashkimit. Kur për herë të parë, pra, opozita shqiptare, dhe jo vetëm në Maqedoni, po ky është shembull për regionin, ku opozita shqiptare demonstroi që e ka kuptuar gabimin, pa u bashkuar nuk mund ta bëjë ndryshimin. Me thonë, u bashku opozita shqiptare dhe mendoj që minimum janë 20-30.000 vota, janë vota që e kanë përkrahur vlenin, e kanë përkrahur ndryshimin. Dhe ne duhet jemi njerë falemderues dhe jemi përgjegjës, domethënë, për ato vota që kemi marrë mbi supet tona, si vlen, dhe mendoj se u tregu se si vlen ne mund ta bëjmë ndryshimin dhe si vlen mund t'i bëjmë ndryshimet dhe të jemi avangardë, domethënë, e ndryshimeve. Unë vlerësoj që edhe mbram ka pas kryesi qendrore, ka pas debat brenda Aleancës së Shqiptarëve, dhe mendoj që kumtesën që e pash, pra, është në frymën që vazhdojnë në vlen grupi, domethënë deputetët në parlament po bashkëbisedojnë aty si parlamentar për disa modele, për të gjetë zgjidhjen më të mirë, po kjo në këtë nuk ka të keqe, domethënë se duhet dalë mandej edhe te ku është esenca e dallimeve, domethënë në këtë çështje. Kur flasim pra te listat e hapura dhe te listat e veçanta dhe listat e përbashkëta për këshilltar. Domethënë ka pas argumentim që i ka elaboruar këtu zoti Taravari te ju, domethënë që shef disa anë pozitive se nuk ka model ideal, domethënë më ideale do ishte po të kish pas listat të hapura, domethënë për këshilltarë dhe për deputet, është model më i drejtë, më demokratik, më gjithëpërfshirës, më reprezentativ. Argumentet e tij ka elaboruar këtu, domethënë se duhet shkohet me listat veçanta,
argumentet që tjera domethënë që kanë qenë brenda vlenit që nuk kanë qenë, dikush ka pas domethënë me niansa, dikush e më ndryshe. E para domethënë propozimi im domethënë si IZ dhe si LD ka qenë që ne duhet të formojmë shtab të përbashkët, duhet kemi kandidatë të përbashkët, lista të përbashkëta. Bile edhe kandidatët për kryetar komune nuk duhet të jenë të LD-s ose të B-s ose të tillë, por duhet të jetë kandidat i vlenit. Për shembull, nëse do jetë kushtimisht domethënë një kandidat ta zon në Tetov do jetë Bilal Kasami, ai më nuk duhet të jetë kandidat i B-s, po ai duhet të jetë kandidat i vlenit, ku do propozon pra formacionin e tij, kush kryetari i këshillit mund të jenë nga Aleanca, drejtori ndërmarrës mund të jenë nga Alternativa, ndonjë drejtor shkolle nga LD-ja, vetëvendosja, domethënë që të jetë kandidat dhe politika të vlenit dhe me këtë edhe do i motivon domethënë elektoratat e partive tjera, domethënë që janë brenda vlenit, që ta kuptojnë si kryetari i tyre, që nuk dhe benefitet tjera. Se përket listave ka edhe një çështje, domethënë në mbrëmje numërohen rezultatet apo votat që mirën nga listat e këshilltarëve. Partitë politike. Nuk numërohen, nuk matet me kryetar komunave, sepse kryetarët e komunave, sidomos nëpër komunat urbane, marrin vota edhe maqedone, edhe të komuniteteve tjera, edhe të subjekteve tjera, kështu që nuk mund të llogaritet se dikun fiton edhe kandidati i pavarur, për shembull, ose fiton një forcë tjetër. Ndërsa listat e këshilltarëve janë listat e pastra ku shkojnë kryesisht domethënë votat partive dhe mbrëmje numërohen se sa vota ka marrë lista e këshilltarëve partive, pra. Dhe ne nuk mund t'ja lejmë këtë komoditet shkojmë me listat ndara dhe t'ja mundsojmë domethënë dikujt që nesër thotë i fitova këto ndaras, secilën veç e veç. Çështja tjetër, sistemi kandidatët për kryetar zgjidhen me sistemin e shumicës, ndërsa listat e këshilltarëve janë me sistemin e dantit. Dhe danti i favorizon të mëdhejt. Dhe ne duke qenë të mëdhejt në kuadër të grupacionit ku janë të mëdhejt, dhe votat që të digjen për të vegjëlve të vinë të vleni, domethënë, ne po dalim prej të mëdhejt, hajde dalim të vegjëlit, dhe ajo nënkupton domethënë që në çdo komunë ne t'ja falim domethënë secili subjekt frontit evropian ose BDI-s nga një këshilltar. Dhe nesër mbrëmje të lavdërohet edhe me votat tona të djegura që e ka fituar vlenin. Dhe në këtë drejtim pra ka qenë është analizë kështu profesionale, me përvojë politike, dhe mendoj se kur ka kështu debat, mendoj që do dalin edhe zgjidhjet më të mira. Tash normal që do herët e mediumet janë më pikante, më të lezueshme, lajmet del apo nuk del, fundit të gjithë ne jemi individ, të gjithë ne jemi karakter, personalitet në veti, dhe askush askan se ne mban me zor, domethënë, as i Zetin, as Taravarin, po një çështje e di. Me i Zetin, pa i Zetin, BDI-ja opozit mbetet, me Arbenin, pa Arbenin, BDI-ja opozit mbetet, domethënë, dhe besoj që pat edhe një qendrim tjetër brenda aleancës që e pash e definoj si kufon politik Arben Fetaj BDI-n dhe zhvesoj që dikush me gjithë mend shkon bashkëpunoj me një kufon politike për ta shkatruar edhe vetvete. Komenti juaj lidhur me pozitën e vlenit në... Jo, do të kthehem vetëm pak nga ajo për pozitën të cilën e kanë koalicionin me Vëmëron. Pikërisht atje edhe unë e kisha. Po, kështu unë mendoj se është kriju një pasqyrë, jo është reale, por se pak pozita e vlenit në kuadrin e kësaj partie, në kuadrin e këtij koalicioni është jo e favorshme. Për shkak se mund t'i përmend 1-2 raste ku është në mënyrë jo principiale reagojnë ato funksionarët e VMRO-s. Një kur deklaroi një herë Arben Taravari se ne jemi të gatshëm të dalim prej qeverie, reagimi ke pak më brutal ka ai. Aty në atë mënyrë do thotë krijohet një mendim në opinion, po edhe sigurisht edhe opozita e shfrytëzon ato që plasoj asi mendimin se këto janë shumë dobët dhe nuk mund të kryejnë punë, nuk mund të realizojnë interesat kombëtare. Edhe një deklarat juën për punësime ku disa prej këtyre eksponentëve të VMRO-s edhe ato reaguan, po, znamit kanë qenë, po, kryesore, do thotë se në atë mënyrë krijohet bindje se të
këtu në kuadrin e këtij koalicioni ka dominant edhe më pak dominant. Çka është e vërtetë ajo çka e përmendët ju, se realisht VMRO-ja në këtë mandat është shumë e fortë për shkak numrit të madh të mandateve të cilit i ka. Mirë po, në anën tjetër, për atë punën që e përmendët ju të arriturat, ato janë të vërtetë, për shembull se ato mund të argumentohen, po mendoj se duheni më tepër pak propagandë. Zhvilloni në opinion që ta shohin njerëzit me të vërtetë se ç'është. Në anën tjetër keni partinë e cila me siguri ka edhe kështu logjistik më të madhe se t'ju, dhe ato e përdorin atë propagandën e tyre, ku në çdo mënyrë tentojnë t'ju nxjinë për punën të cilën e bën. E tash kur është pyetjet e kjo për çështjen e zotit Taravari, për këto deklaratët e fundit, për këto veprimet e fundit, ku njerëzit janë shqetësuar, që më thëmë drejten, por ato të cilët janë simpatizues të lëvizjes tuaj, të cilët janë simpatizues të Vlenit përgjithësi, se çka do ndodh me ju. Unë mendoj se këtu pak është një blof. Tentohet që të shfrytëzohet dikush prej partive brenda në koalicion, të krijojnë pozicione pak më të fuqishme se sa të tjerët, edhe në atë mënyrë ta marrin ashtu rolin e liderit. Edhe pse ju i dini ato fuqi të cilët janë brenda aty, unë mund të supozoj, por ju më mirë i dini se çfarë fuqi e ka çdo njeri, edhe kështu kur bëhen ato kalkulimet partijake, atëherë merren parasysh edhe ato. Edhe ato, dhe kështu që shumë let ka matematikë aty, ose ka metodologji me të cilën çdo gjë vjen në vendin e vet, edhe koalicioni vazhdon me ato gjë. Pra, nëse ndodhin ato çka u përmend, edhe në opinion, po edhe ju tash e përmendin se dikush ka ndonjë vlerësim se jashtë Vlenit do të ketë suksese më të mëdha, mendoj se është një mendim i gabueshëm, se Taravari mund të bëjnë koalicion vetëm me VMRO-n ose me BDI-n. Mirë po, si do të jetë reflektimi për shembull në opinion ajo, ato mund të paramendojnë. Kjo beteja për paknacit që përflitet e stërflitet këtyre ditëve të fundit në për mediat e këtushme, a mund tjetë, si them, metoda, forma apo rruga alternativa më e mirë për të forcu pozicionin brenda? Mendoj që tash ju premtova që do vinë në emisionet dhe nuk desha ta prolongoj. Mendoj që ka pak mjeku, po do sqarohet ajo, domethënë brenda disa ditëve. Uroj domethënë që t'jetë natë frimë që ka mbajt edhe kryesia qendrore e Aleancës, vjen sinjale pozitive. Unë e thash, brenda Vlenit ne mund të debatojmë, është legjitime edhe të luftojmë për pozicione më të mira, edhe në numra dhe në ide edhe kështu me radhë, po deri aty. Kur del jashtë asaj, domethënë më atëherë hub kuptimin e ndryshimit, e konceptit pse kemi kërkuar votën si Vlen për rotacionin politik, për ndryshimin, për luftën korrupsionit, për gjenerat të re, për politika të reja e kështu me radhë. Këtu pajtohem, domethënë që domethënë jemi në fillim, ka 5 subjekte, nuk ka shumë gjëra për të përmirësuar. Domethënë në aspekt qeverisjes, edhe në aspekt realizimit, në aspekt PR-it, në aspekt promovimit. Me po këto nuk janë rastësisht, sepse kjo nuk mundet brenda 8-9 muaj, domethënë të ndodh ndryshimi rëndësisht, sepse dikush rrojti ka pak më thellë. Rrojt janë thellë në prokurori, në gjyqësi, në media, edhe në mediume situata, ne nuk jemi pi aty, domethënë që marrim edhe ti ndryshojmë brenda natës gjanat, ose bëjmë atë që kanë bërë ato të kaluarën, tash ti bllokojmë mediumet e tyre, ti favorizojmë mediumet tona, kemi një qasje më të lirë, më demokratike. Edhe tash rrethonat nëse i njohim, partneri i tyre në Shqipëri kontrollon thuajse gjitha mediat dhe krijon një propagandë, një percepcion për BDI-n, domethënë në favor të BDI-s. Partneri jonë në Kosovë ka një qasje tjetër, pra nuk kontrollon mediat, bile atje më tepër opozita kontrollon median, dhe fatkeqësisht neve na ndodh edhe percepcioni të ndihmuar prej Kosovës në favor
të frontit evropian. Nëse ja shqojmë kësaj që edhe ne nuk e kemi pi atyne që i kapim mediat edhe brenda natës punojnë pa tjetër për ne ose i mbyllim. Pra edhe këtu ka një laramani, mos tom që ende dhe më thonë ma tepër janë favor ato tek mediat se sa ne. Dhe nëse kësaj ja shtojmë dhe më thonë edhe që 20 vite qeverisje është një oktopod dhe më thonë i oligarkëve, biznesit, kretë atyne, që me çdo kush duhen një lloj destabilizimi, po ky nuk është destabilizim dhe më thonë se është keq edhe mendojnë për shqiptarët. Këtë destabilizim ne kanë se si të shpëtojnë vetveten, sepse po dalin në sipërfaqe, dhe më thonë punë që kanë ndodhur, pra nuk ndodhi. Dhe më thonë edhe ku ndodh një fatkeqësi, dhe më thonë si qishe Koçanit, këtu ka veprim, ka përgjegjësi, ka llogari, dhe nuk do si të kaluarën, dhe më thonë që janë fut ndër tavolinë, dhe më thonë edhe Besat Ransi, edhe Durmot Ransi, edhe spitali modular e këto tjera. Dhe nëse, dhe më thonë, intenca që ne duhet t'i hapim edhe ato, dhe më thonë, kur ka kështu raste, nuk mund t'jetë pa llogari, pa përgjegjësi, edhe të përfundojnë në procese gjyqësore pa epilog, dhe më thonë, në këtë drejtim. Pra, sa i përket percepcionit, kjo është, pak është që edhe ne nuk e kemi zanat qalamin, dhe më thonë, duhet pak t'i promovojnë. Unë ju bindi që po të fillon vleni, t'i promovon punë që kanë kalu, projekte qindra, dhe më thonë, jam diku mbi 1000 projekte në komunat shqiptare. Neve dhe na duhet prej nesër, në çdo lagje, dhe më thonë në çdo komunë, në çdo vendbanim, minimum nga 2-3 projekte në ditë t'i fillojmë dhe më thonë t'i promovojmë fillimin dhe realizimin atyre projekteve, që janë projekte jetike, projekte që përmirësojnë standardin jetësor, dikun është ujësjellsi, dikun është kanalizimi, dikun është universiteti, dikun është sheshi, dikun është një shkollë, dikun është një qerte, po kjo do jetë një revolucion, dhe më thonë investimeve kapitale në vendbanimet shqiptare. Sepse të rritë nuk kanë hikë vetëm për shkak punësimit, kanë hikë edhe për shkak standardit jetësor, kanë hikë edhe për shkak infrastrukturës, kanë hikë edhe për shkak arsimit, kanë hikë edhe për shkak shëndetësisë. Ne tash, dhe më thonë, ka vendim në qeveri, ku do renovohet spitali në Shqip, po do të ndërtohet spitali për herë të parë mbas 20 viteve, spitali i ri, prej themel dhe me gjitha nishanet në Kërçov. Sepse unë kum qenë në diasporë dhe jam taku me kërçovarë, të cilët janë pensionista. Edhe ku më pyetën, gjenerata e re nuk thënë, po ju që merrni ka 2000 euro, 3000 euro, pse nuk thënë në Kërçov, mund të jetoni shumë mirë me ato 2-3 euro. Nësa të mirë tha, ne jemi në moshë, du të shkojmë 1 herë, 2 herë në spital brenda muajit. Te cili spital të shkojmë, tha, i Kërçovës, i Manastirit, ai Tetovës. Njerëzit, dhe më thonë, është një kompleks i çështjeve. Sa i përket përplasjeve, ishte përplasja e imja, dhe më thonë, me reagoj ministri i administratës, i ndërhinën simbasti në sektorin, dhe më thonë, që udhëheq qaj. Unë e thash atë që e thash. A e thatë kundërtën, po unë sonde prapë dhe përmenda. 1500 punësime janë në shëndetësi. Dhe më thonë, ka transformim të vendimeve që 10 vitës i kanë bajt me kontrata, dhe më thonë, subjektet e kaluara, qeverit e kaluara. Ne kemi vendim në qeverit që janë duhet transformohen, dhe më thonë, 1500 vetë dhe marim vendimet të përhershme, dhe për këtyre me shumë përgjithësi ato 50% që janë shqiptarë. Edhe unë nuk thash kush gjë tjetër, thash do ketë punësime në këtë qeveri ma shumë se 8 vitet e kaluara, dhe pse BDI-a, dhe më thonë, ka pas numrat kanë qenë favor ti, numrat e determinin politikën, po ato numrat nuk i kanë shfrytzu për të mirën e shqiptarëve. Ato i kanë shfrytzu për biznes kazinove, i kanë shfrytzu për fajdet, dhe më thonë këto kredite shpeta, i kanë shfrytzu për korupcion, pra për hitë vërtetës, në korupcion kanë arritë të bëhen partner. Ndoshta edhe ta udhëheqin vallën. Prandaj edhe janë këto pasoja dhe sot do të thonë dalin në sipërfaqe aferat korruptive, mos me radh. Ti përmendë. Mund vetë intervenim të shkurtë. Por përmendim për rastin e Besat Ransit, spitalit modular. Durmotusi, po. Edhe përgjegjësi ku nuk pat përgjegjësi, ose një përgjegjësi ashtu të shkele shkot themi. Tu tash nuk mund besoj se këtu nuk mund ta akuzojmë palën Maqedonës se ato e kanë bërë atje, por mos pas përgjegjësi. Aty përgjegjësien ne kanë anashkalu vetë shqiptarët, faktori politik shqiptar. Për shkak se kanë pas njerëz vetë të cilët kanë qenë në ato institucionet. Edhe tani mirë
e përmendit se duhet të rihapen ato dhe të shifet çdo kush përgjegjësinë. Ju jeni të i përcjell për shembull këto gjitha këto protestat Serbi studentëve. A di për çfarë bën ato më tepër? Bën ndryshimi i sistemit ku përgjegjësia çdo një person do të kenë përgjegjësinë e vet. E jo një kryetari tash paraqitet edhe gjykatës, edhe prokuror, edhe kryeministër, gjitha gjanat i bën. Po të jenë përgjegjësi, do thotë edhe këtu të bëhen të ne që çdo person, një institucion në të cilën gjendet duhet të janë tipet përgjegjësi për punën e tij. Profesor, edhe unë pak a shumë ndaj me gjithse nuk është relevant këtu në emision mendimi im, apo e çfarë mendoj, se pikërisht ky rasti tragjik i Koçanit duhet të shërbej për atë që thoni ju. Pas pakënaqësive që lindën brenda Vlenit, shoh pakënaqësi ka edhe mes Znamit edhe VMRO-s, respektivisht ministrit të drejtësisë dhe Antonio Miloshovskit. A është kjo një sinjal se qeveria po lëkundet? Edhe Mulekund ka 78 deputet, kështu formalisht. Jo formalisht ka mbi 80 deputet, edhe Mulekund nuk mund ta ndryshon konfiguracionin, por që shumica është stabile. Ndërsa këto janë edhe normale, domethënë se është dinamike, është qeverisje, ka gjëra ku nuk pajtohemi, domethënë ne flasim deri tash brenda Vlenit ose vis-a-vis domethënë partnerëve, siç përmenda me Znamin, unë jap një deklarata, jap një redaktë, po ja lëm realiteti do flet kush e ka drejt. E kam unë, po e ka ai. Edhe këtu domethënë është një përplasje demokratike, domethënë nuk shoh diçka të keq. Ka zëra se VMRO-ja sinon Ministrinë e Shëndetësisë, mund të pritet një rikonstruimi qeverisë eventualisht? Tash muhabete ka pas do ketë, po diçka serioze, zyrtare nuk ka kur gjë domethënë në rreth kësaj. Këto janë normale edhe këtu ndryshimet të cilat mundën ndodhin aty. Nuk është vetëm se Ministria e Shëndetësisë, neve mund të marrim edhe ministri tjetër, edhe në drejtim nuk duhet të kemi ndonjë breng kush e di se sa. Por nëse tentojnë me një qëllim caktuar, atëherë ka të shtot pikpyetje pse ashtu. Por unë nuk kam edhe unë informata në këtë drejtim se mund ndodhë diçka. Dhe në këtë situatë ma merr mendja se nuk bisedohet për këtë çështje. Mundet para mas zgjedhjeve lokale, atëherë mund ndodhë diçka. Rreth këtyre fërkimeve që po flasin që u përflit këtyre ditëve në për media, mund të ketë gisht, themi kushtimisht, kryeministri shqiptar Edi Rama? Unë mendoj se qeveria shumica është jo stabile, por shumë stabile. Para domethënë nuk kemi kohë shumë të mirë me këto, sepse unë përmenda disa të arritura, disa ndryshime. Jo dhe shpalosit, domethënë me 14 prill 2 kryeministrat bashkë me ne dhe hapim one stop shopin në Bllacë dhe Jazhinc, i njëjti do jetë në Tabanovc, do ndrohet ai sistem të zaventësuar one stop shop. Nuk e kemi operacionalizuar, po kemi mbyll një problem, domethënë prej që s'është mbyll 20 vite, që mos burgosen ushtarët UÇK-s pse Serbia i kërkon në Interpol. Pra se Serbia është pjesë e Interpolit, Kosova nuk është, dhe e keq përdor këtë pozicion me listat ndryshme të azhërume, të pazhërume, dhe ka qenë një problem i përhershëm këtu në Maqedoni. Politikisht nuk e kemi operacionalizuar se ndodhi kjo e Koçanit, po politikisht jemi marrë vesh pra që Maqedonia të vepron siç edhe që veprojnë shtetet tjera, siç janë Kroacia, Slovenia dhe shtetet evropiane. Për shkak se kjo periudhë, domethënë, për këtë periudhë ka gjykatë speciale, ka pas gjykata e Hagës, dhe ato janë kompetente dhe jo mos bin grackën e Serbisë. Pra kështu tema që shkojnë në favor të shqiptarëve, të qytetarëve, të votuesve, kjo ajo që na e merr domethënë kohën brenda ditës, ma tepër se sa këto çështjet konspirative, kush çka dëshiron dhe si vepron. Objektivisht kësi koalicione jo parimore në trojet shqiptare ka pasur, jo tash, po prej viteve 90 e këndej ka pasur. Shka më merr mendja se kanë ndikon negativisht edhe
edhe në organizimin, funksionimin e partive politike këtu në Maqedoni. Ajo është më tepër një rivalitet mes liderëve të kosovarë, i cili reflektohet edhe këtu te ne. Unë përcjell disa herë deklaratat e ambasadorit shqiptar këtu në Maqedoni, edhe çdo person do thotë i kujdesshëm, si themi, kur lexon deklaratat e atij, shifet animi. Ajo është shumë e qartë. E tash pse ndodhin ato, për çfarë arsye, do thotë ato janë gjëra të cilët na bën dëm gjithë shqiptarëve në gjithë territorin. Se në atë mënyrë tehi politik i veprimit politik në atëherë topitet në vend të mirën me çështje më të mëdha, me problemet të cilët i kemi me fqinjet, ne tash hahem mes vetë. Edhe kjo mendoj se është e padobishme. Përfaqësuesit e BDI-s ju kanë akuzuar se jeni vënë në shërbim të agjendës serbo-ruso-kineze, siç i quajnë. Si komentoni këto deklaratat e tyre? Po, me siguri keni këtu në arkiv edhe ju të lajme, domethënë se kanë fotografi të mira me Vučićin të pritën të i bën derë. Bile atëherë ishte kuptueshme ta presin kryeministri, ministri punëve të jashtme, por nuk ishte kuptueshme pse kryetari i partisë, domethënë duhet dalen deri në orë, deri në Shënnaum ta presë Vučić. Njëjtit këto e kanë promovuar dhe Edi Rama deklaroi që Ali Ahmeti është pioneri i Open Balkanit, ku Open Balkani në dallim prej procesit të Berlinit që përkrah vleni edhe forcat progresive, në Open Balkan eliminohet, diskriminohet Kosova. Nuk e njihke Kosova. Aty parashifke bashkëpunimin Shqipëri, Serbi, Maqedoni, po jo duke mos e njohur dhe pranuar Republikën e Kosovës. Ndoshta aty kur janë vetë ashtu mendojnë që edhe gjithë tjerët është një mendësi, po mendoj se një fotografi e tillë me Vučićin në Shënnaum tregon qartë se sa janë të egzaltuar, do të thonë pse janë në shoqërim të një diktatori si Vučić. Pritet eventualisht të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare me ato lokale gjatë këtij fund viti? Shef, politika, domethënë gjithçka është e mundshme, tash mos dalë, po parimisht zgjedhjet e parakohshme kur ka destabilizim, kur ka një shumicë e brisht. Me që arritën këto me 61 deputet 2, ti çojnë 4 vjet, vitet e kaluara me qeverinë Kovacevski, është shumë e palogjikshme, domethënë një qeveri që ka 80 deputet shkon në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Po nëse shkojnë, çfarë do fiton më shumë? Domethënë nëse faktor, domethënë Partia Maqedonase ka 58 deputet. Domethënë ku të shkojë më shumë se ajo? Mund të shkojë vetëm më poshtë, më keq, nuk mund të shkojë edhe më shumë edhe nuk i duan. Kështu që e para, e dyta, nuk ketë mos tam krizë ekonomike, po situata të tillë ekonomike do jetë shumë luksoze, domethënë për të bërë zgjedhje të parakohshme parlamentare që do ngarkojë buxhetin e shtetit dhe nuk ka thjesht pra nuk ka nevojë për të shkuar në një akrobacion të tillë politik. Zoti Mexhiti, pas tragjedisë Koçanit u tha se do të jetohen edhe raste tjera pak a shumë që i përmendëm. Laskarcën. Kur pritet të ndodhë të filloj diçka tillë? Po mendoj procesi. Për hir të vërtetës, domethënë qeveria me këtë kapacitetin që ka, potencialin që ka dhe me ndihmën e regionit, shteteve përreth, pra është vënë funksion pra për të ballafaqur fillimisht pra me ato që janë të lëndum, që luftojnë për jetë, luftojnë për shëndet, dhe mandej edhe me familjet e atyre që kanë të humbur. Mirë po politikisht ka pasur edhe deklarata publike edhe nga ne edhe nga kryeministri që këtyre rasteve duhet të shkojmë në fund se derisa nuk ka përgjegjësi, nuk ka llogari, ajo është një porosi që duhet vazhdohet ashtu. Dhe nuk është rastësisht që brenda një periudhe të shkurtër ndodhen 4 fatkeqësi të tilla në një shtet të vogël me kaq banorë sa janë, sepse kur nuk ka përgjegjësi, domethënë ne përfundojmë me një proces gjyqësor, domethënë pa epilog, ajo është domethënë porosi që mund vazhdoni kështu, se domethënë mundet. Mirë po ne tregum që mundet edhe ndryshe, me përgjegjësi, me llogari dhe marrëveshja politike është që ti shkojmë në revizion edhe rasteve të kaluara.
BDI ka kërkuar edhe formimin e një komisioni nga ato shumë që ishin formuar deri tani që nuk kemi pasur asnjëherë zgjidhje ose ndriçim eventual të rastit të caktuar. Si komentoni ju këtë? Deklaratat atyre për. Mendoj që është rregull në politikë kur nuk do të gjesh zgjidhje, formo komision. E para dhe kjo tregon qartë që ata nuk duan zgjidhje, domethënë ata duan komisione, duan muhabete koti dhe askush mos merr përgjegjësi. Ato duan të ikin përgjegjësisht. Nuk e kanë hallin as shqiptarëve, as qytetarëve, domethënë po e kanë hallin e vet. Është vërtet asnjë komision që kurrë edhe më herët do thotë nga 90 ditë e këndej do thotë asnjë nuk e ka përgjigjen e plotë se ka thonë. E kemi rastin e Gostivarit. Ose domethënë hapin temë tash për privatizimin. Që është shoqërake. Privatizimi ka ndodhur në viteve 94 ka ndodhur dhe ka përfunduar viteve 90-ta dhe BDI-ja ku unë kam marrë pjesë për 2002 deri tash pra ka vetëm një ndërprerje 1 vjet e gjysmë, domethënë vazhdimisht ka qenë në qeverisje. Dhe ato mo janë vjetru, se ka edhe do rregulla në ekonomi, edhe të landët gjyqësore, nuk shkon mbi 20 vjet, bile edhe ka edhe tjetërsim, domethënë, nëse ka bëni privatizim jo si duhet, domethënë brenda kohës ka pas tjetërsime të pronarëve kështu me radhë. Dhe tash mundohen që ato kanë rapo prej pushtetit për shkak se oligarkët kanë deshket, për shkak se ato që kanë bërë privatizimin, ndërsa 20 vite nuk e kemi bërë këtë muhabet domethënë të privatizimit në kuadër të BDI-s. Prandaj mendoj që i nënvlerësojnë qytetarët, i nënvlerësojnë votuesin dhe mendoj se nuk mund t'i kapin këtë çështje. Kjo është nuk di apo çajt apo qesh, domethënë pas 30 vite të flasësh për privatizimin që ka ndodhur vitet 94 është për atë proces i cili ka qenë fatalist, do them. Ko shkon këtë frymën e formimit komisioneve dhe debateve kote, domethënë. Është Kreshnik Bekteshi i burgosur politik? Burgosur politik nuk mund të them. Mirëpati fjalën kryesore ka pas prokuroria. U politizua, po mendoj si rast në këtë kuptim? Jo, ato duan të japin elemente etnike, e para domethënë prej 30 burgosëve që janë aty, një 3 janë shqiptarë, 27 janë maqedonë. Domethënë nuk mban ajo. Sa i përket Kreshnikit, a duhet të jetë, as duhet të jetë, nuk do hin pjesën e landës, po e di që fjalën kryesore ka pas prokuroria, ku është edhe Islamabazi që ka mendu ato. Pikërisht këtu Fatmir Limoni e përmendi edhe rastin e Islamabazit. Islamabazin, a ka faj apo s'ka faj Kreshniki, se Islamabazi është i tyre. Vetëm patjetër. Ne të cilët kemi punuar në institucione, për shembull, e dim se si shkon ajo përgjegjësia. Përgjegjësia shkon në bazë dhe subordinimit si është në ministria e tij. Mundet për shembull mos ketë ministri, po nëse nuk ka pas kontroll ministri mbi ato punëtorët e vet, punësuarit e vet, atëherë në një mënyrë edhe ki ka përgjegjësi. Për shkak se nënshkrimi i disa shumicën e dokumentacionit e bën ministri, nuk e bën sekretari shtetëror apo shefi udhëheqësi i sektorit. Sepse më së pari arkiva nuk i pranon dokumentet ku nuk ka nënshkrim të ministrit. Kështu që duhet ajo të verifikohet në vërtet se sa është ajo pesha e fajit të ministrit. Zoti Mexhiti, pas deklaratës së kryeministrit Mickovskit se do t'ja tërheq veshit, ato konferencat nga mesnata morën fund, tani nuk ka më. Çfarë mendoni se i frikson aq shumë përfaqësuesit e lartë të BDI-s? Mendoj që A ishte kjo një mesazh nga ana e kryeministrit se din diçka më tepër rreth të kaluarës së atyre? Me siguri, domethënë tash konferencat e mesnatës edhe të tjera nuk do hinë ato detaje, po me vetë faktin nuk mund të askush ta mohon që këto 8-9 muaj ka një luftë pa kompromis ndaj korrupsionit. Edhe nuk është luftë domethënë e marrëveshjeve politike si të kaluarën për të burgosur peshqit e vegjël dhe të amnestohen peshqit e mëdhej dhe ato që kanë qenë më përgjegjës.
Këtu ka, domethënë, kanë po japim domethënë llogari dhe përgjegjësi figura kyçe, domethënë që para asaj kanë parapri edhe me me investigimet e tyre, me aferat e tyre korruptive, të mbështetura domethënë në fakte, argumente, qoftë domethënë me këtë termoelektronën atje në manastir, qoftë me aferat tjera, nuk janë të sajuara dhe të shpifura. Mirë po, prapë them, fjalën kryesore atë ka prokuroria, gjyqësia, nuk e ka politika, a këto pse frigohen, mendoj që vetë duhet përgjigjen. Pak para tragjedisë Koçanit të thatë me një deklaratë tuaj thatë se ligji për përfaqësim të drejtë është pranë finalizimit, afër finalizimit. Kur do të kthehet vëmendja kësaj teme? Po, ka gjasa javën e ardhshme. Tash mos kapim me data se kemi edhe unë edhe fetave kemi deklaru, po tash këto situatat janë dinamike, ndodh si kjo Koçanit. 90% e tekstit është i harmonizuar nga kuadër partnerëve në qeveri. Flas për Vlen, VMRO, Znam. Dhe nëse e përmbyllim këtë 10% këto ditë, ajo jam optimist, besoj që javën e ardhshme do promovojmë, i cili propozim ligj do shkon në Komisionin e Venedikut, domethënë mirët mendimi, pastrohet ai dilem, kthehet në qeveri, parlament për të miratu, por deri atëherë nuk do të thotë që nuk ka përfaqësim drejt. Domethënë ne jemi në qeveri, një prej elementeve që jemi në qeveri apo shtyllave të cilët mundohemi, është edhe përfaqësimi i drejtë, ashtu siç e përmenda shëndetësi edhe në administratën publike dhe shtetërore, pra do të ketë përfaqësim drejt, ndërsa ligji do jetë avancimi i mekanizmit të balansuesit në ligj, që mendoj që do arrit seriozitetin e funksionarëve, po më parasysh janë shqiptar, maqedon ose të tjerë, sepse do ballafaqohen me ligjin, jo me mekanizëm. Ju falenderoj për kohën që ndat, edhe ju e zoti Aliu, ju një falenderoj. Faleminderit. Faleminderit.